A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Allahun e falenderojmë pejgamberit alayhi salatu wassalam, salatu dhe selam i dërgojmë. Nderuar vëllezër, jemi në ligjëratën e 4, duke folur për biografinë e imamit më të madh, Imam Ebu Hanifës rahmetullahi ta'ala alayh. Kemi thonë që Imam Ebu Hanifja ka qenë prej gjeneratave të arta nga selefi. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë, gjenerata më e mirë është gjenerata ime, pastaj ata të cilët vinë pas tyre, pastaj ata të cilët vinë pas tyre. E tek mendimi që Imam Ebu Hanifja ka qenë prej tabiinëve, përfshin ky hadith ku pejgamberi alayhi salatu wassalam ka dëshmuar se janë gjenerata më e mirë. Imam Ebu Hanifja kemi thonë që ka pas mbi 4000 dietar prej cilëve ka marrë dije. Prej tyre 90 kanë qenë prej tabiinëve që ka marrë dije, prej tyre më i rëndësishmi ka qenë Hamadi. Këto janë për me dëshmu se nuk ka qenë një dietar i thjesht, mirë për ka qenë një nga kolosët më të mëdhej të dietarëve islam. Është një rregull ku dietarët në kaluamën kanë thonë, në qoftë se shihni dikan që ju ka përkushtuar diturisë fetare, keni mendim të mirë për ta, edhe mos shpifni, mos e përgojeni kështu me radhë. Nga se pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë, men yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nëse Allahu ja dën të mirën dikujt, ja mundson me mësu fenë. E përderisa ju ka përkushtuar fesë, është një shenjë që Allahu e dën çat person. Ka se këtë ka dëshmuar pejgamberi alayhi salatu wasallam me hadithin e tij. Imam Ebu Hanifja ka qenë tepër modest. Aq modest sa që kur është pyet si ka arrit këtë gradë lart diturisë, ka thonë këtë dije e kam arrit me falënderim dhe mirënjohje ndaj Allahut. Do thonë adresimin e kësaj arritje nuk ja ka adresuar vetes, mirë për ja ka adresu Allah subhanahu wa ta'ala, dhe kjo është prej shenjave të dietarëve, të cilët nuk i vlerësojnë mundin e tyre, nuk krenohen me mundin e tyre, mirë për këta ja adresojnë Allah subhanahu wa ta'ala. Për këta njëri prej bashkëanekëve të tij ka thonë, o imam, po e shohim që shumë njerëz po folin keq për ty, por ti kur s'po fol keq për ta. Ka thonë Imam Ebu Hanifja, kjo është një mirësi që Allahu ja jep kujt të do. Pra po në këtë rast nuk e ka lavdru vetën, mirë po ja ka adresu mirësinë Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ebu Hanifja ndërun vllazën ka qenë prej atyre njerëzve që kur s'ka debatu për me qitë në pa emrin e tij, me thonë se kush është kë. Mirë po çdo herë kur ka debatu me synimin që argumenti me triumfu dhe e vërteta më konë primare dhe qëllimi kryesor i tyre. Kemi treguar që Ebu Hanifja ka qenë aq i ruajtur nga gjunat, saqë disa tregojnë për Imam Ebu Hanifën. Thot një ditë duke na sqaruar mesele edhe fetva, tha ju ngatru një çështje. Ju ngatru. Kështu që shkoi edhe i fali 2 rekate. Po sa u kthyi tha e sqaroj meselen në formën më të mirë. Edhe në momentin që e sqaroj, tha po shpresoj që Zoti ma fali çat gjuna që e kam bë, edhe u bë sebeb më pengu mu nga, domethënë, arritja ose kuptimi i drejtë të asaj mesele. Tash kur kanë diskutuar ata të cilët e kanë dëgjuar këtë thënie nga Imam Ebu Hanifja, ka thonë, çish ka mundësi ky me 2 rekate më u bë e qartë meselja. Kur na pështjellën senet më aki shkojnë një javë, edhe s'na, nuk e vrejmë kuptimin e drejtë atyre meselave. Thonë nga se Imam Ebu Hanifja ka qenë aq i ruajtur ndaj gjunohëve, saqë i kanë jenë ngjishta gjunohet. Do thonë aq pak ka pas gjunohe, sa që i ka ditë edhe cilat janë duke e pengu nga arritja e diturisë fetare. Për këta Imam Shafiu rahimahullah, kur ka shku të mësuesi i vet Vekiju dhe i ka thonë, o imam, më ka dobësu diçka memorizimi. Ka thonë lej gjunohet, nga se dija fetare është dritë nga Zoti, e drita e Zotit nuk i jepet gjunaçarit. Për këta sot kemi më thonë disa prej lavdërimeve ose fjalëve që i kanë thonë dietarët për Imam Ebu Hanifën. Në ligjëratën e kaluar kemi folë çka kanë thonë 3 imam. Imam Maliku, Imam Shafiu dhe Imam Ahmedi për Ebu Hanifën. Sot do të flasim çka kanë thonë imamët e tjerë për Ebu Hanifën dhe në fund do ta shtjellojmë se medhhebi Hanefi është i bazuar në argumente apo është i bazuar, domethënë, në mendim ose analogji në qiyas. Pra Ebu Hanifja kur ka dhënë fetva, a ka dhënë nga mendja e tij apo ka dhënë fetva duke u mbështetur në argumente. Edhe kjo është një temë shumë e rëndësishme. Fillimisht Abdullah ibn Mubareki, që ka qenë një prej dietarëve shumë të njohur, në kohën kur ka jetuar Ebu Hanifja, ka thënë, nuk kam parë njeri që e ka ditë fekun më të fortë se sa Ebu Hanifja. Këta e ka thënë Abdullah ibn Mubareki. Ndërsa Ebu Jusufi ka thënë, nuk kam njohur dikënd që i ka kuptuar hadithet dhe ka ditë ku me i vendos ato hadithe se sa Imam Ebu Hanifja.
Me mësu hadithet për menç është mirësi e madhe. Po me kuptu hadithin është mirësi edhe më e madhe. Po me ditë ku mi vendos atë hadith është mirësi edhe më e madhe. Pra jo çdo kush që dhe hadithe, i dhe ku mi a gjetë vendin atër hadithe, ose i kupton që ashtu që çdo drejt. Për këta tregon Ameshi ka qenë një prej hadithologëve më të fortë në kohën e Ebu Hanifës. Ju ka bën një pyetje Ameshit se ka ditë. I ka thonë Ebu Hanifës, nëse ki një ori përgjigjo. Ebu Hanifja ka dhënë përgjigjen duke u bazuar në një hadith. Edhe Ameshi po thot, po ka nxjerrë këtë rregull, thot nga çka hadith që e kam mësuar prej teje. Nga çka hadith që e kam mësuar prej teje, e nxjerra ç't përgjigje. Atëherë Ameshi thot me të vërtetë, ne hadithologët jemi si farmacistat, ndërsa ju fukahat që mirëni me fik jeni sikurse mjekët. Pra e ka bënë një krahasim, thot ne hadithologët jemi si farmacista, ta dhajmë ilaçin, mirë po ai që mirët me fik, i di detajet e atën dhe i di ku me vendos atë ilaç që shmi përdor. Pra e ka krahasu mësimin e fikut sikurse mjeku qysh i studion smundjet. Nadir ibn Shumejl ka thonë kanë qenë njerëzit në gjumë. Në raport me fik, kanë qenë njerëzit në gjumë, ndërsa Allahu bëri që me ardhen e Imam Ebu Hanifës të zgjoheshin njerëzit prej gjumit edhe ta mësojnë fikun. Po ashtu Muhammed ibn Bishr el-Abdi ka thonë, isha tek Ebu Hanifja. Pasi që kështë Sufjan e Thauri një kolos tjetër i dijes, thot shkova te Imam Ebu Hanifja. Tha më pyeti prej kujt erdhe, tha prej Sufjan e Thaurit. Tha ke ardhur prej një njeri që i përmend pastaj disa dietar që kanë nevojë me shku edhe me mësu tek ai, duke aluduar në dijen e madhe që ka ai. Raporti i dietarëve të kaluar që kanë lavdruar vetëm njëri tjetrin. Thot e kur shkova te Sufjan e Thauri prap, pasi që isha te Ebu Hanifja, më tha prej kujt erdhe? I thash prej Ebu Hanifës. Tha me të vërtet ke ardhur nga një njeri që bota nuk nje feki më të madh se Ebu Hanifja. Njeri që e nje fekun më shumë se sa Ebu Hanifja. Pra kjo ka qenë dëshmia e Sufjan e Thaurit. Po ashtu Ali ibn Asim ka thënë, në qoftë se do të matej, do të peshoj dija e Imam Ebu Hanifës, edhe dija e dietarëve që kanë jetuar në kohën e tina, do të peshonte më shumë dija e Ebu Hanifës. Kjo natyrisht është pak hiperbol, mirë po aludon në dijen e madhe që e ka pas Imam Ebu Hanifja. Po ashtu Ibn Taymija, Allah i mëshiroj, ka thënë, edhe pse njerëzit e kundërshtojnë Ebu Hanifën, edhe pse njerëzit mund të kenë mos pajtime me Ebu Hanifën, mirë për një gjë, gjithë njerëzit, domethënë janë të pajtimit. Me të vërtetë ai ka qenë shumë i ditur dhe e ka njohur fekun shumë mirë dhe është njohur me kuptimet e tij. Pra kjo është dëshmi nga Ibn Taymija. Po ashtu Abdullah ibn Dawud al-Khuraibi ka thënë, e kemi obligim na si musliman në çdo namaz mu lut për Ebu Hanifën, nga se Allahu e ka bërë sebeb ata që më na rujt fen, sunetin edhe fekut. Sunetin edhe fekun. Pra këta janë disa prej thënieve të dietarëve që e lavdrojnë edhe dëshmojnë për dijen e madhe që ka pas Imam Ebu Hanifja, Allahu e mëshiroft. Si ka qenë raporti i Ebu Hanifës me argumentin? Pikë pari tek dietarët e katër mëdhëbeve, masi që jemi duke fol vetëm për këta katër dietar, synimi i tyre kryesor ka qenë argumenti. Për këtë krejt një zëri kanë thonë, në qoftë se fjala ime bie ndesh me argumentin, hadithin, Kur'anin, gjune fjalën time për muri. Gjune fjalën time. Pra në qoftë se e merr në fjalën time, fetvën time, edhe shani që po e kundërshton argumentin, Kur'anin, Sunet, atëherë gjune fjalën time. Nga se synimi i tyre kryesor kanë qenë, do thot argumenti, nuk ka qenë fetvaja ose mendimi i tyre primar, mirë po ka qenë argumenti. Për këtë njëri prej dietarëve të kaluamën ka thonë, besimtari i mirë mund ta ndrojë mendimin 40 herë brenda ditës. Ndërsa hipokriti për 40 vjet se ndron një mendim. Pra kjo nuk do të thotë që besimtari 40 herë e ndron mendimin, mirë po aludon se në qoftë se është nevoja, edhe ju bëhet e qartë se një argument është më i fortë se sa mendimi që e ka pas, në qoftë se është nevoja edhe 40 herë në ditë, unë ndroj mendimin, pse se argumenti po e dëshmon këtë. Ndërsa hipokriti që e këshyr interesin personal, që kapët mas personit, që kapët mas mendimit, jo mas argumentit, a i thot për 40 vjetë e ma një mendim. Ja thot unë që shtu e kam së ndroj. Edhe pse ju bëhet e qartë se argumenti e thot kundërtën e mendimit të tij. Pra kjo është thënia e njërit prej dietarëve të kalumës. Ibn Abdul Berri po ashtu ka thënë, thënia nuk vlen për shkak të thonësit, mirë po vlen për shkak të argumentit. Pra mos priti mu argumentu
edhe gabimi që ndodhen kohën tonë, më thonë na kapmi, a ka thonë filani kështu kry, pa e këshyr çish është argumenti. Pra na sot e masmi fen me njerëz, nuk e masmi me argumente. Pra mas i ka thonë filani kështu, kjo është i dishëm, kjo e di, po ka dalë me argumentin. Imam Ebu Hanifja çka ka thonë? I ndalohet çdo njanit me dhon fetva me mendimet e mia pa e ditë se ku jam argumentu. Pra Ebu Hanifja ka thonë çta? I ndalohet çdo kujt prej jush me dhon fetva, përgjigje me mendimet e mia pa e ditë se ku e ku morën çdo fetva, pa e ditë se ku jam argumentu. Se nuk shenjtrohet njerëz, nuk shenjtrohet mendimi, mirë po shenjtrohet argumente. E këto dietar e kanë kuptuar rëndësinë e argumentit, për këtë arsye kanë thonë kështu. Vetë ndrimi i mendimeve që kanë ndodhur tek Imam Maliku, te Imam Shafiu, te Imam Ahmedi, te Ebu Hanifja, pra kemi shumë mendime që i kanë ndru për gjatë kohës që kanë jetu, tregon se te ato ka qenë qëllimi kryesor dhe primar argumenti. Pra vetë ndrimi i mendimeve aludon se ato e kanë pasu argumentin dhe jo që i kanë shenjtru mendimet e imamëve në cilët kanë mësu. Po ashtu Ebu Hanifja ka thonë, mendimet e ndryshme, mos pajtimet kanë ekzistuar që nga koha e sahabëve. Mirë, po me kalimin e kohës këto mos pajtimi janë shtu shumë. Thotë prandaj kriter kryesor në pranimin e mendimeve duhet më konë argumenti, dhe jo se kush e ka thonë. Nga se në qoftë se e përcjellim argumentin, atëherë jemi më afër që mos të gabojmë. E në qoftë se i pasojmë mendimet e njerëzve, natyrisht se kemi mundësi me pasu edhe gabimin. Ndërsa Abdullah ibn Mesudi, Allah e mëshiroft, ka thënë, nëse dikush ta sjell një të vërtetë, që është e argumentueshme. Në qoftë se dikush ta sjell një të vërtetë që është e argumentueshme, pranoje pa marrë parasysh kush e ka thënë. Mirë, po në qoftë se dikush ta sjell një gabim, qoftë edhe më i afërt mos e prano. Pra qoftë edhe ai i cilin e don më shumë ti mos e prano, nga se gjonat nuk shkojnë me dashni, po gjonat shkojnë me argument. Pra ky ka qenë raporti i Ebu Hanifës në lidhje me argumentin, për këta ka thonë edhe Imam Maliku, për edhe dietarë në kohën që ka jetuar Ebu Hanifja, i vetmi që nuk i refuzohet fjala është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vetmi që nuk i refuzohet fjala është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ku u bazu Ebu Hanifja kur ka dhënë përgjigje dhe fetva? Ebu Hanifja e ka thonë një fjalë e cila dëshmon se mbi cilat baza e ka ngrit përgjigjen. Pra i ka shtjellu meselet. Ka thonë, ajo çka na vjen nga libri i Zotit, nga Kurani, dhe çka na vjen nga pejgamberi alayhis salatu wasalam e pranojmë pa rezervë. Nuk e diskutojmë, e pranojmë pa rezervë. Ajo çka na vjen nga sahabët. Për shembull, nga sahabët vijnë 2-3 mendime, i përzgjedhim, nga sa ata kanë kuptuar fen më së miri. Ndërsa ajo që na vjen prej tabenëve, e që konsiderohet edhe Ebu Hanifja nga tabenët, thotë këto na vojnë mendim, edhe ato vojnë mendim. Pra këto angazhohemi pastaj edhe e këshirmi se kush e ka mendimin më të argumentuar. Mirë, por në qoftë se vjen argumenti Kur'an, Sunet, sahabi, na nuk e diskutojmë edhe e pranojmë çashtu çish e kanë kuptuar ato. Pra kjo ka qenë baza mbi të cilën ka dhënë përgjigje Imam Ebu Hanifja. Ndërsa Hasan ibn Ziyad el-Lu'i ka thonë, e kam dëgjuar Ebu Hanifën duke thonë, ne kur të dhojmë përgjigje, e dhojmë ata që mendojmë se është më e argumentuara dhe më e mira. Mirë, por në momentin kur e ndëgjojmë diçka, ndonjë përgjigje tjetër që është më argumentume, e ndroj mendimin pa pikë diskutimi. Pa e marrë parasysh ajo prishet diku na qefi apo jo. Se qefi është me kënaqë Zotin, jo me kënaqë krijesat. Pra ky ka qenë raporti e Ebu Hanifës në lidhje me argumentin. Cila ka qenë metoda e shtjellimit të meseleve me mëdhëbin Hanefi? Edhe kjo është me rëndësi shumë e kuptuar. Mëdhëbi Hanefi, për dallim prej mëdhëbeve të tjera, kur janë shtjellu meselet, nuk janë shtjellu në kuptim të mësimit, mirë për në kuptim të diskutimit. Çka i bja kjo? Kur është hedh një mesele, për më dhonë përgjigje për ta, nuk ka dhonë Ebu Hanifja direkt përgjigje. Mirë po, në atë mexhlisin që ka qenë duke sqaruar, duke mësuar Ebu Hanifja, aty ka pas dietar. Thonë, është sjell meselja edhe është diskutuar. Edhe në fund janë pajtu me dhonë me një përgjigje. Cili e ka dhonë mendimin më të argumentuar, çai ka met mëdhëb. Thonë, mëdhëbi është sqaruar në formën e diskutimit, jo në formën e fetvave të mësimit, për dallim prej mëdhëbeve të tjera. Për këtë, Wakiit kur i tha dikush ka gabuar Ebu Hanifja. Ebu Hanifja gabon, natyrisht, çdo njeri pas pejgamberit alayhis salam gabon. Mirë, po ky për me tregu atij dhe për me eduku se çish ka çlet po thotë ka gabuar Ebu Hanifja ose ka gabuar Maliku, ai kështu me radhë, thotë çish po ki ftyrë me thon ka gabuar Ebu Hanifja,
ku në mesin e atyre që ka dhënë fetva, janë sqaruar meselet, ka pas haditholog, edhe janë nisi përmend emrat e hadithologëve. Ka pas ekspert të gjuhës arabe, edhe janë nisi përmend emrat e tyre. Ka pas ekspert të komentimit të Kuranit, edhe janë nisi përmend ato. Të çish ka mundësi e Banifja me thon diçka ato mos më reagu, nëse ka thon gabim. Pra, në mesin e tyre ka pas dietar, haditholog, ka pas mufesir, ka pas njerëz që janë njohur me diturinë edhe moralin e tyre edhe devotshmërinë e tyre. E çka mundësi me dhoni fetva, gabimisht atë mos më reagu. Pra kjo ka qenë një edukat që ja ka bëu Kia atij që e ka thonë e që vlen edhe për kohën e tashme. Për fund po e përmendim një tregim që ka ndodhur mes Ebu Hanifës edhe njërit prej pasardhësve të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Pra kuptimi është i drejtë i kësaj mesele. Ka qenë Muhammed el-Bakir, ka qenë prej pasardhësve të pejgamberit alayhis salatu wassalam, stërnep i Aliut radhiyallahu anhu. Këti, kur shkon Ebu Hanifja në haxh, edhe takohet me këtë, me Muhammed el-Bakir. Ky i zemrum të i mase me Ebu Hanifën. I vjen lajmi Ebu Hanifës që ky është zemru shumë e ta. Edhe shkon e pyet i thot, pse e zemru thot me mua? Thot jam zemru se ti po del kundra fjalëve të gjyshit tim, duke aludu te pejgamberi alayhis salatu wassalam. Thot çish po dal kundra? Thot pija përparësi logjikës ndaj argumentit. Pra ma shumë për e qëtë për para logjikën së hadithin. Thot, a ka mundësi me diskutu? Para njerëzve kjo? Thot, po. Thot, ullët Muhammed el-Bakir në karrike, kjo ullët Ebu Hanifja në tokë. Për me tregu njëherë respektin, edukatën që ka ndaj njerëzve, familjes e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Me këta ka dashur më thonë, unë kur po të respektoj ty, që je shumë larg pejgamberit alayhis salatu wassalam, çish mos më respektu hadithet. Pra kur ty po të respektoj, që s'ki të bësh me fej kur gjan kuptim shenjtërisë. Çish mos më respektu hadithin e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Edhe Anis i thot, a ka mundësi me t'i bën të pyetje? Thot po. Thot e para, në aspektin fizik, a është gruaja më e dopt apo burri? Thot gruaja. Thot në qoftë se i vdes prindi, sa hise i takojnë djalit, sa vajzës? Thot 2 hise djalit, 1 hise vajzës. Thot edhe unë ç'është tham? Thot po ta kisha praktiku këtë mesele me logjik, kisha m'ia dhënë 2 hise vajzës, 1 hise djalit. Pse se djali është i fuqishëm edhe ka mundësi me rikthy, me fitu pasuri. Po për shkak se Allahu e ka prej këtë çështën në Kur'an, unë tham se i takojnë 2 hise djalit, 1 hise vajzës. Pyetja e dytë. Thot te mesti këtu në herë dhe me thonë ka qenë nga lëkura që njerëzit kanë ecë me ta. Kanë ecë, nuk kanë bos mbathje tjera nërmes. Me mesti kanë ecë. Edhe i thot mesti, a i pët sipër, apo nërfuni? Thot që sipër. Thot po ta kisha praktiku ta me logjik, kisha mi dhonë nërfuni, se nga se nërfuni zhytët e ma shumë. Thot mirë, po për shkak se pejgamberi alayhis salam kështu e ka praktiku, thot edhe unë tham të njëjtën. Tjetra, thot gruaja kur është me cikël menstrual, kur është me të përmëshmet e saj. Thot e lën agjërimin edhe namazin, apo? Po. Thot a është më i rëndësishëm namazi a agjërimi? Thot namazi është më i rëndësishëm, s'ka diskutim. Mirë, po thot pse kur të pastrohet, pastaj thot e kompenzon agjërimin se kompenzon namazin. Thot ç'është thamë dhon? Thot me pas shti logjikën kështu, kisha mi thon namazin të më kompenzo, pse se më i rëndësishëm. Mirë, po për shkak se pejgamberi alayhis salam ka thonë agjërimin e kompenzon namazin, jo dhon ç'është thamë. Tjetra, thot a është urina më e papastër apo është menije, uji nga i cili krijohet fëmia, që del nga mashkulli kur bëhet i papastër. Thot urina është më e papastër. Urina është më e papastër. Thot po ta kisha përdorur thot me logjik, kisha më thonë që pas urinimit do të më morë gosëll. E jo pas menijes. Mirë, për shkak se ka argument, unë e tham që ta. Por këta Ibn Taymija, pas kësaj rast, pas kësaj ngjarje, kur i ndëgjon Muhammed el-Bakir këtë fjalë, shkon edhe puth Ebu Hanifën në ballë edhe i thot ma ban halal. Ma ban halal se është një rregull në fe, kur ta bie lajmin dikush vërtetoje para se më përhap. Kur vjen dikush me një lajm vërtetoje një herë. E fatkeqësisht njerëzit i kanë marrë fjalë që janë shpërndash, shpifjet akuzën ndaj Ebu Hanifës pa i vërtetu, edhe kanë fol fjalë të këqija rreth Ebu Hanifës, të imamit madh. Për fund domethënë Ibn Taymija sjell librin e tij, thot Ebu Hanifja është i vetmi prej 4 mëdhëbeve që ka një përgjigje. Ai që çesh namaz me zon, i prishet jo vetëm namazi, por edhe abdesi. Në qoftë se kesh njeriu namaz me zon,
jo që i prishet namazi, por edhe abdesi, kjo s'ka kur far logjike. S'ka kur far logjike, prej të kesh mos më të prish abdesi. Po pse thotë Banivja kështu? Nga se i ka ardhur argumenti, pa marrë parasysh është argumenti i saktë apo jo. Aty në momentin që i ka ardhur argumenti, e ka thyer rregullin e logjikës për shkak të argumentit. E këto janë disa raste që dëshmojnë se Imam Ebu Hanifja e ka ndjek argumentin dhe jo logjikën. E ka përdor logjikën aty ku është nevojë, mirë për momentin kur ka ardhur argumenti, edhe pse e ka kundërshtuar logjikën, ka punuar me argument. Këto janë disa prej informacioneve që i kemi përgatitur për sot. Na lutem Allahun e Madhëshëm të na falë.